Ligjet janë, por jo dhe zbatimi mjaftueshëm. Prandaj për 3 vjet vetëm 54% e strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe ndaj grave është zbatuar plotësisht. Policia, prokuroria, gjykata, shërbime sociale dhe sektori i shëndetësisë përballen me vështirësi në trajtimin e rasteve të tilla. Në këtë realitet, organizatat e shoqërisë civile janë shtyllë e reagimit ndaj dhunës në bazë gjinore. Pavarësisht përpjekjeve të shoqërisë civile bazuar në të gjeturat e raportit, ende mbetet shumë punë. Ndryshimi zakonisht vjen nga shoqëria civile dhe shtypja e saj për ndryshim. Edhe pse shumë hapa janë bërë në drejtimin e duhur, ka shumë për të bërë që të arrihet toleranca qytetare në praktik dhe në realitet. Llojet e dhunës janë të ndryshme. E njëjta nuk kufizohet vetëm në ato fizike. Dhuna me bazë gjinore nënkupton çdo formë të dhunës që ndodh ndaj një personi për shkak të gjinisë së saj apo të tij. Ajo përfshin dhunën në familje, dhunën fizike, dhunën seksuale, gjithashtu edhe dhunën psikologjike. Prandaj, organizatat e shoqërisë civile përfshirë rrjetin e grave të Kosovës luajnë rol kyç si reagimi i parë ndaj dhunës me bazë gjinore. Të gjeturat u publikuan në raportin e monitorimit të reagimit institucional ndaj dhunës me bazë gjinore në Kosovë 2021-2024.